Vaso po shkodronit e keni zonin. Ja komeni. Mos shikoni kisha dhe xhabia feja shqiptarit o shqiptaria. E vërtet. A bjen poshtë jo. E vërtet. Shkajni noltu me këto farë religione, hoxha, prifti, aj tjetri, tezja, kali, shaipi. Kurani lexua vet. Kurani kena lexu Kuranin. A di që zdin edhe xhallar krejt Kuranin me interpretua. A di që? Jo, po një fjallë e Kuranit i ka 72 mana. I ka 72 mana për ata qysh dojnë ja japin kuptimin edhe Kuranit. S'ka mas hoxhas haxhi, as prift, po shkoj edhe në kish, edhe në xhami, edhe tonat kulturat. Tonat shkoj. E me shka ki me hin dhe i kodek, a me hoxha me pop. Me krejt, hiq, edhe pa ta hin dhe, më shti njerëzit dashin me pështi. Ti shkon pa hoxha. Unë hiq edhe pa hoxha. Përshëndetje. Përshëndetje. Qysh jeni? Mirë, faleminderit, si jeni ju? Wallahi na perfekt. Perfekt. O wallahi perfekt, o billahi perfekt, o tallahi u knaqëm. A vetëm jo jeni perfekt, po du të mi bënë dhe tjertë perfekt. Ja, na po jena perfekt, po na këshiri neve edhe këta po bëhen perfekt. Edhe ata po bëhen të lumtur. Perfekt nuk ka, po i bëni njerëzit të lumtur, apo? Ja, të rjene kena këjshike. Po këjshike keni, ja? Po. Sot e kam një temë specifike. Hajde për ajku. A ma mira me majt kapuqin e bardh, a me majt qeshirin. Shpirtin me majt, mas pari këtu, të pastër të birë, vëdo qëfar dush kapuqi. Dashmës në kapuq heq. Dashmës në heq. Shpirti pastër, kapuqi pastër, gjithat birët pastër. Shpirti mas pari du t'jeti pastër. Une, që qëto që kam shkërnjat të zezë. Kur gjës so kjo? Jo, e di pse i kam shkërnjat të zezë. Shka i se i zi Se me kaldu zemrën tem që e kam të bardhë. Me këto të zeza nuk tërgohet bardhë, po tërgohet zi. Ja, po une, shqiptarit e ke po, i thojnë, o një shka po shetë që to, thot peshe shkërnjat të zeza. Shka thot këto? Qka thot si mas të je këto? Thot, shkërnja zezë, shkërnja zezë, shpirtin se ki mashinist. Ti shpirtin se ki mashinist. Jo, ma se po shpirtin maqin, unë e des, shka i kapot. E shko u dha mort kofë se ki shpirtin. Se ki shpirtin mashinist. E shka e ki shpirtin? Do ta ki shpirtin e pastër të mirë, do shka të mirë. Vëlloj gësha po të thëmë. Si me do gjia i pastër ti? Unë i pastër se ljana saba për saba. Po? Keq nuk i bëj kërkujna në dynjat. E ljon trupin, por sun e ljon shpirtin. Ja, shpirti po mu la hadrece, po pi uj, po mu fladit. Aha. Kur pish ujë e lënë edhe shpirtin, e fladit shpirtin, trupin, po edhe trurin. Normal. Po shpirtin nuk bëhet vetëm me ujë të pije. E shka me pi? Në alkoholin se pina, se i na musliman. Pse më se pi? Jo, i na musliman, e kina ndalushme. Shka i ka lidhje dhe ata që janë edhe religionet tjera do të bje respektue. Jo, do të bje respektu, po. Po shka ta njeve në musliman. Na njeve në ndaljan, thot, hoxha thot në Koran, thot, rakien e ki ndalushme, mishin e derit, i ki ndalushme do sene, se na me hangër. Le ti hoxhen, po të thamone, le hoxhen, këshka thot. Te lexoje me pi edhe qaj, edhe uj, edhe ushqim, jo vetëm rakim, me të prus bënë, se bënë me pi. Ja, qajin e ka thonë hoxha me pi, qajin, ujin, ketë veç rakien. A këtë të gjajshë veç hoxhen, shka thota? Po në kanë thonë. Shka thot me hongër hoxha me pi, me të fa hoxha mëtu ti po mëtëshe. Po hoxha ka thonë se Korani kena qëkërume. Po i kena Koran, po Korani lexua vetë. Korani kena lezu Koranin. A di që zdin edhe gjallar krejt Koranin me interpretua, a di që? Ja, po një fjallë e Koranit i ka 72 mana. I ka 72 mana për ata qysh dojnë ja japin kuptimin edhe Koranit. Ti do shpeko jaft me ledzu vetë Koranin edhe me komentu vetë. Unë e kom ledzu një pjesë. Unë jam të ledzu. Ja, po hoxha thot. Hoxha ka thot. Kur thot vroje filon fishtekin. Ja, hoxha nuk të mësën me vras, trek folla. Hoxha të mësën, hoxha të mësën me bëmirë. A thoni fjallë popëdore, kur shkon hoxha mos shkoft. Mos shkoft popi, se hoxha hy bajt minare. Ja, popi shkon edhe atë. Jo, në minare popi nuk hy. Hy me dasht hoxha. Mu mirë në men. Me dasht, ja, me dasht. Prifti, hyp edhe në minare. Ja, a shkon hoxha në kish, nuk shkon. Shkon, do të edhe hoxha me shku edhe në kish, edhe prifti me shku në xhami, por me pashpënun bez veti, me respektun njëri tjetër. Me respektu, po. Une, si jo mas hoxhas haxhi, as prift,
po shkoj edhe në kish, edhe në xhami, edhe tonat kulturat. Tonat shkoj. E me shka ki me hin dhe kodek, a me hoxha me pop. Me krejt, heq, edhe pa ta hin dhe, më shti njerëzit dashin me pështi. Ti shkon pa hoxha. Unë heq edhe pa hoxha shkoj. A beson që ka bot tjetër, Unë besoj në Zot. Unë besoj veç në Zot. Zoti, apo kupton, e din. Ja, edhe na besojnë në Zot. Bota tjetër është me lon vepra të mira në këtë botë, për tona religionit, me lon vepra të mira. A di që të gjithë njerëzit nuk vdesin, do ngordhin, do ndrojnë jetë, do të sofin. Na duhet me ndru jetë. Ja, na ndrojna jetë, na thojna, ka ndru jetë, nuk thojna ka cof kërkosh. Nuk cof, kafsht cofin. Edhe kafsht. E jo pa elmazit ka cof, një pela shaipit ka pas cof. Po, e pse atëhere, ato kanë cof. Kanë sof, po, se nuk janë pas kanë njerëz sof. ato. Unë nuk e di pelën e shajipit, e din ti. Jo, unë e pelën e shajipit për të kalëzëj. Zotit lash nash për to, mos e mërzit fort. Jo, na mërziti për pela. Na mërziti për njerë. Masi përmeni pelat. Ti po mërzit që për pela. Jo, bo, në pjelë s'kom pas kohë. Po ti tha shajipi e ka pas, shka ki shajipin? Kaj ke shajipi, vallaj e ka një Mara filë. shajipi ka, po ti mos kaj. Jo, më dhem ke shajipi. Po ti në të dhimet njerëz, në të dhimet vetja, jo shajipi. Jo, vetja jem e më dhimet, që son hypa kër në të pjelë. Mus po më dhimet, hej, mus po më dhimet shajipi, po më dhimet ti. Pse? Pse po kanë për pelen. Jo, në po kaj për shajipin, që shajipin ti ka cof pela. E pse s'po mërzit është ti për vetën tone? E pse më mërzi, unë e mirë jam, ti po mërzit është një, ti po mërzit është për ato që s'do të po mërzit. A ka thonë hoxha, menoja të, kojshies, menoja të mirën kojshies, ata që e ki për veti, edhe në Koran shkon, menoja dikuj tjetër, atë mirën tane që ja ke bot dikujna, mos ja ban kur të keshë dikujna nëse se pranë për pas ka tha hoxha, unë po të thom tyje, që nuk duhet me ngu hoxhën shka thot, ose prifti, po duhet me dit vet. Jo, na vet, po pa nam të Sa denjo, të mëson shkenca, jo hoxha. Po hoxha të mësë zë, hoxha kam sosi dijes, unë shkenca nuk kom së zë, si kom studiu Religionet, apo kupton? Po për religionet, diku deksh kime himre, janë religion. Hoxha kam të kalkinin, hoxha kam të la. Ti në ashta s'tin dhe e heq, unë e hin dhe. Jo, kam e dek heq, ja vallahi gash ka po të thamë. Ti shka po flet që tu. Ti shka po flet që tu ti s'pas ka me hin dhe e heq. E ku pas ka me hin? Ti pas ka me mbet bidhe. Unë për me dheja? Po, shka po thute? A kime ardhë më maknu talkin? Ja, unë s'ta knoj talkinin. Pse? Dhe ta knoj qaj hoxha që po thute. Ja, inshallah hoxha vëlloj, se vëlloj unë e me u musliman jam. Ja, në ko musliman edhe ata tjertë janë feve të rjera, atja janë njerës. Njeri të të me konë, se s'do të thot musliman. Je, vërtet, si mos kje njeri si e kërë. Shaka thonën, vaso po shkodronit e ke një zonin. Ja, komini. Mos shikoni kisha dhe gjabia feja shqiptarit o shqiptaria. E vërtet. A bjen poshtja. E vërtet. Shka e një nëllë të me këto farë religione, hoxha, prifti, ajtjetri, tezja, kali, shaipi, moharemi. Shka e një nëllë ju tashni trit me këto farë shpreje. Veç pak. Jo, hiq pas Aninën Ramazan, Allah hili aninën. S'ka Ramazan, hiq sot. Qysh me s'ka Ramazan? Sot nuk ka Ramazan. Jo, ka shkue edhe mirë se ardhë. Pra ta që një lojë. Tash vjen Bajrami, Kurban Bajrami. Mirë se vjen. Tis beson Koranin Ramazana? Unë besoj, por në nuk besoj veç Koran. Unë besoj në Zotin, unë besoj në Koran, unë besoj në Bibel, gjitha i kum lexuar. Po mbi të gjitha besoj në shkencë. Allah hide, ama kalëzën veç që të pytje në Zotit. Se zemra po më kanë kur... Sa bada shpytje, po du ta po dhimesh po lodhër. Jo, jes po lodha veç pytje, po ta baj. Kur dekshti, kur dekshti. Kur dekshti. Unë e kom e ndru jetë, se s'kom e vdet, ti ki me dhe. Ti këndrësh jetë, unë ndroj jetë. A ki me hindhe, me hoxh, me imam. Unë nuk e ljon testament. Unë e ljon vepra. Qysh do në të varrosin, qysh e ku bo punën, varrosin njerëzit. Jo, vëlla, ti kena më të varros me qysh i të fol ti, as një hoxh s'ka me armë të Kur më sart hoxha, kur fal më si kofsha. Qysh e ka bën? Në të larje s'bujna më të shumë. Unë duhet me shku i lan,
Po kush Edhe i lan? pastërt në atë botën Po tjetër. kush lan? E loj vetën. Ti e ja valla në lavsh vetën. Të në prit shteri, lal, prit të s'ka ke la s'di sa, në prit shti për zgjalli, të e vjen hoxha me të la, nëse se lanë ti vetin, ti pas ke me shku bati. A thëm diçka, a thojnë që gjenazja 4 orë mas i dik, gjenazja 4 orë mas i dik, Ja, unë s'kom një këto, gjenazja, ja, unë s'kom një këto, heqa zëve ti. Ka thonë, njerëzit e kryin jashqitën e të dhanë shpirt? Unë këto nuk i di që shëllone. A hoxha t'ka kalëzu t'ja? Ja, hoxha s'ka kalëzu, po ke din ke. Shko gu e hoxhën atëherë. Ja, vëllaj, unë e pengoj hoxhën ma mirë, sa të me ngut O, pufin. nga muë, nga librin, shkencën, Ja, librën e ngaj. nga zotin. Edhe hoxha librën edhe Kurani o librën. Mos o bëj njanshëm, apo kupton? Mos o bëj subjektiv, i njanshëm. Ja, s'pami. Me tho ka hoxha këtu, a i tjetëri thot, ka tho prifti. A kishe dosh me vizitu qabën? O, vallaj, si të buj po. E mu bë haxhi? Mo bo haxhiju. Sta kisha lanë, vëllah, O, tërgjemën jo, mo bo për haxhi. hane 700 vjetë. O, ju, Pse mos më bë haxhi? Ma qef dëshirë kom me më qujt njerëzit njeri. Emrin që she kom se sa me më qujt haxhi. La ilaha illallah, zoti qoftë me ty. Ku qka një shpi, se këtu gjami nuk është. Se ti s'thu la ilaha illallah. Une a thoma që shtom shpitame është puna jama, në publik s'natë. Ja, valla, zoti qoftë me ty, o i madhi zot, një më jo ketve. Ani. Shqiptarët janë gjitha besimeve, gjitha feve, po para se gjitha do të me konë njerës, Pa u ka njerit të si e me kërë konë njerës, me respektu edhe kultura tjera me respektu. Po mas pari respektu e ti e dalë këtu në shesh, po bën damje. Religion une. Une i besaj hoqës. Ja. Ja njeri këtu, nëse thu ti besaj hoqës. Do të me thoj, besoj zotit, vinë krejt afrohen këtu. Zotit tash i Që shtu kanë qky panton. Qëri panton këtu. Ngam, ma mirë, ngam. Unë e thamë, do të mi besu hoqës, do të mi besu. Vjen nga të hoqën. E priftat atu. Ngam ispak. Do të mi besu, mas pari, vetës do të mi besu. Ata të thamë, une. Që shaka thonë Naimi? A ja kënë dëgju amnin, Naim Frashëri. Tërbesh akon, Bekter Zgjinjët. Shaka thonë? Naimi ka thonë një njeri që se nje vetën e vetien. Nuk e njef do të as përëndin, as tjerë. Një njeri që se nje përëndin, a i se nje as vetën. Ti e nëllë këtu me hoxhallar. Me hoxhallar e me hoxhallar. Ja, po pinoli, po thu unë e jëmë hoq. Ja, veç pak, mos na kesh kupto, na hoq nuk jena, na se na hoxhallar, se unë se kom kry me dresen. Ja, ti, qëre. Po. Qashë. Ju do të shërmiq, rrini me neve sepse gjonat e mira i sjellin veç na, Kosova Info ju informon për gjëgja. Tonat mirat edhe të këshijat do të bisjell tu. Shkat flasëm, shkat folëm. Këto janë pak ma hi, po edhe shakat janë prej me. E vërteto, trujt zoti. Ta gazetarët janë humorista, janë shumë të mirë, po nuk do të thotë që nuk do të bi kritikue. E vërtet. Këta do të me mësu nga popës si kur i dollë E të. vërtet. Për që ata të nalë aty. Na do të më mësua prej këtyne, këta do të më mësu prej popët. Por këta nuk do të jenë të janshëm, ka thonë hoxha, ka thonë kisha, ka thonë gjamia, ka thonë teqja, ka thonë kë. Mos dë gjoni kisha gjamia, peja shqiptarë dhe shqiptaria. E ju të do shërmiq. Po ta shtela petë kush ka thonë këto. Në gjdo skaje kërkova thash konsht përëndia. Qenë ka pranmeje, e pas na unë vetë. Pak ojnë pesu shumë, ti këtë këtë deltu. E ju të do shërmiq që rrini me neve sepse gjonat e mira i sjellin veç na, Kosova Info ju informon për gjëgja. Këta gazetarë kanë dalë këtu, ka pak po bojnë hajgu.